Përshëndetje, mi se vini flasim hapur në Durrës, lajm, qyteti ynë kaq i bukur, i mrekullueshëm, është i pasur dhe me pasuri njerëzore, me të rinj dhe të reja, të cilët janë aset dhe kontributor të rëndësishëm dhe të qenësishëm për qytetin tonë. Sot kemi të ftuar Kristi Gorea. Faleminderit për ftesën, është një kënaqësi të jem këtu me ju sot në këtë podcast. Kristi, jeni fenomenal për një arsye. Jeni një person që mishëroni edhe sportin, edhe akademin, ose më mirë le të themi jetën universitare. Sepse jeni një basketbollist i njohur në Durrës dhe jeni pedagog në Universitetin New Yorkut në Tiranë. Po përpara se të ngacmoj pak edhe për këto të dyja, edhe për basketbollin dhe jetën universitare, e sidomos në një universitet cilin kam dhënë mësim e kam lektuar edhe unë vetë personalisht, ju lutem, mund na thuani diçka për veten, ju lutem. Siç është treguar më parë, unë jam Kristi Gorea, i lindur dhe i rritur në Durrës. Jam 28 vjeç, merrem me sport që prej rinis. Gjatë gjithë jetës time kam kushtuar një fokus si pjesës akademike, që kur kam qenë zënës më pas student, edhe sot që jam në anën tjetër të katedrës, si dhe pjesës sportive, sepse gjithmonë ka qenë e rëndësishme për mua që të jap më të mirë nga vetja në çdo fushë ku unë marr pjesë, domethënë, edhe të jem një njeri që jap vlerë si asaj pune që unë bëj, por edhe të jap kënaqëri familjes time edhe sigurisht edhe vetes që të jemi kënaqur në fund ditës me ato rezultate që unë arri. Pedagogu në fushën e basketbollit. Por si nisi pasioni për basketbollin? Të them drejtën, në fillimet e mia nuk kam qenë, domethënë, i apasionuar mbas basketbollit. Domethënë, si gjithë fëmijët e kam ndjekur basketbollin në mënyrë sporadike, duke parë ndeshjet e NBA-t ose sigurisht. Po, sigurisht. Pa në vlerësuan basketbollin shqiptar, por ata janë frymëzues. Edhe si më thënë, nuk e kam pasur objektiv që të filloj basketbollin, sepse si çdo i ri, secili nga ne ka një televizor në shtëpi dhe ai sporti dominant është futbolli. Dhe gjithmonë kam pas dëshirë të luaj futboll, por prindërit nuk kanë dashur kur që unë të merresha me futboll, sepse mendonin që nuk është sport i përshtatshëm për mua. Gjithmonë kanë kërkuar që unë të merrem me një sport tjetër. Babi ka qenë shumë apasionant që unë të fillosha notin, sepse mendonte që është një sport që zhvillon gjitha aspektet fizike të trupit. Por mua nuk më pëlqente noti dhe plus që nuk doja ditë, domethënë, ajo dëshira e babit, edhe kemi pasur këtë periudhën tranzitore që unë kërkoja futboll e i kërkonte not, edhe dhe babai yt është Arqile Gorea. Po, pikërisht. Prandaj unë e dihet kjo tashmë, por thjesht për të ilustruar këtë që po thoni, pra Arqile Gorea, një personalitet i nderuar i Durrësit me natyrën e tij disiplinuese dhe ju nga ana tjetër që kërkoni të gjenit rrugën tuaj në jetë, kuptohet. Dhe babai ka pastruar volejboll, domethënë, edhe gjithë fisë nga ana babai gjithë kanë qenë volejbollista, por mua sporti volejboll nuk më ka pëlqyer kurrë, të them drejtën. Më zhdukur një sport që nuk më përcjell atë emocion ose adrenalin, sepse nuk është një sport me kontakt fizik si sportet e tjera. Dhe kemi pasur këtë periudhë tranzitore që nuk vendosën se çfarë sporti do merrja pjesë. Dhe unë që të asaj periudhë kam pasur një shok që luante basketboll me profesor Haxhi Boshnjakun dhe Gjon Lulin. Edhe mendova, ti them babit, dua të filloj basketboll, me që kisha një mik aty. Dhe babi e priti mirë këtë kërkesën time dhe në 2009, në mars të 2009, mbaj mend kam shkuar për stërvitjen për herë të parë tek parku sportiv që ka qenë atë kohë. Dhe aty kam pasur fillimet e mia, po jo me objektivin që kjo do të ishte një karrierë afatgjatë, sepse objektivi fillestar ishte që unë të
vija, do me thënë të dobësohesha dhe të vija në një formë të mirë fizike, sepse si gjithë fëmijët e asaj kohe, duke netur para televizore gjatë gjithë kohës, fitova peshë edhe u bë pak shqetësues edhe për prindit dhe prandaj ishte kjo shtyrje që unë të merresha me sport. Dhe që për asaj dite unë fillova basketbollin dhe se mendoja që do isha kaq gjatë në këtë sport siç jam deri tani. Luani për Teutën? Po, luaj për Teutën. Me ekipin e parë, ky është sezoni 12. Kam kaluar nga ekipet zinxhir Teutës, duke filluar nga para të rinë, siç e përmendëm me profesor Haxhi Boshnjakun dhe Gjon Lulin. Më pas kam kaluar në ekipin e të rinjve me profesor Bekima Brazhën në vitet 2012 deri në 2014. Dhe nga 2014 e tutje, pjesë e ekipit të parë të Teutës në mënyrë të vazhdueshme. Do të thënë gjithë karriera ime është e bazuar në qytetin e Durrësit. Te jeni shpallur kampion? Po, disa vite ne kemi arritur të fitojmë disa trofe me Teutën, gjë që ishte i paimagjinueshme para se të isha pjesë e ekipit të parë, sepse Teuta ishte në kategorinë e dytë dhe ishte në pikën e vet më të keqe, por fal pasionit të shumë prej antarëve të ekipit dhe trajnerëve ndër vite, arritëm të ringrinim Teutën në Super League. Në 2015-ën. Pastaj në vitin e parë në Super League arritëm të dilim nën kampion të Shqipërisë. Do me thënë dolim në finale që nuk ishte arritur prej 50 vitesh në Durrës. Po. Fantastike. Dhe më pas ndër vite u rrit niveli i lojës, u rrit niveli i lojtarëve, erdhën edhe lojtarë nga qytete të tjera të Shqipërisë, por edhe nga Amerika ose vende të tjera të rajonit. Dhe niveli vazhdoi u rrit në mënyrë konstante, ku gjatë kësaj periudhe ne arritëm për herë të parë të fitojmë një kupë, të sillim një kupë në Durrës si Superkupa e Shqipërisë në 2018-ën, që ishte trofeu i parë pas 60 e kusur vitesh në Durrës. Moment historik. Po. Dhe ju keni qenë pjesë e ekipit që realizuat të moment historik. Edhe për fat kam qenë edhe kapiteni i ekipit në atë. Atëherë aq më shumë komplimente. Kam qenë vetëm 21 vjeç dhe konsideroj si një privilegj të madh, sepse në atë periudhë shumë edhe për lojtarëve ndruan ekip, kaluan ke rivali asaj kohe Goga Basket, edhe shumë pak lojtarë mbetën nga Durrësit dhe unë isha më afatgjatë në atë periudhë ku bëra edhe kapiteni i ekipit dhe ishte edhe trofeu im i parë me të rriturit edhe si kapiten normalisht, edhe ishte një emocion i veçantë për simbolikën, për emocionin normalisht, po edhe simbolikën që të rikthesh basketbollin në Durrës pas 60 vitesh në nivel konkurrues. Dhe pas atij suksesi, vitin tjetër arritëm të fitonim Kupën e Shqipërisë, që ishte një tjetër trofej munguar prej 60 vitesh në Durrës. Arritëm të rikonfirmonim Superkupën e Shqipërisë. Dolëm në atë vit të morëm pjesë edhe në Ligën Ballkanike, ku konkurronin ekipet më të mira të rajonit, nga Bullgaria, Maqedonia, Kosova. Dhe në atë vit arritëm të dinim nën kampion të Ligës Ballkanike, që ishte një tjetër sukses që një ekip shqiptar nuk e ka arritur akoma në Shqipëri. Kështu që është diçka që ne jemi krenar edhe si klub, po edhe vetë personalisht. Dhe gjithashtu dolim nën kampion atë vit, nuk arritëm të fitonim ndaj rivalëve të qytetit Goga Basket, po mendoj se ajo finale ka dhuruar emocion të veçantë dhe ka ringjallur atmosferën sportive në Durrës, sepse finalet shkuan me 5 ndeshje, do me thënë Goga fitoi 3-2, por në qytet flitej për basketbollin, flitej për rivalitetin, fëmijët vinin në pallat sportit për të parë ndeshjet, kështu që u krijua një atmosferë sportive që mendoj se kishte munguar që nga vitet e para tranzicionit, ku njerëzit nuk kishin argëtim tjetër përveç sportit dhe kulturës, kurse sot jeta është më dinamike, investime në sport dhe janë të munguar dhe shumë faktorë kanë kontribuar që fi situata këtu dhe që ta rikthesh atë ndjesi është diçka shumë e bukur. Pastaj ndër vite ne arritëm të merrnim revanshin ndaj Gogës. Në 2021 dolëm kampion të Shqipërisë përballë Gogës në finale dhe ishte titulli i parë kampion që nga viti 50 e ca për Durrësin. Fantastike. Kështu që ishte një arritje shumë emocionuese. Shumë do me thënë se
për ne, sepse kishim kthyer Durrësin në kryeqytet basketbollit ato vite. Dhe suksesi vazhdoi edhe në vitin pasardhës kur i shpallëm kampion ndaj Shkodrës, morëm revanshin edhe për finalin e 2016-s. Gjatë këtyre viteve fituam edhe kupa dhe superkupa të tjera. Dhe sot që flasim, momentalisht nuk jemi kampion për momentin, por vazhdojmë të jemi në finale, ku 2 vitet e fundit jemi nën kampion të Shqipërisë, prapë se prapë. Por investimet në sport janë të limituara në nivel lokal edhe në nivel sponsor, kështu që rezultatet nuk kanë qenë ato të viteve më para, por që vazhdojmë me aq sa kemi mundësi të konkurrojmë dhe të paraqitemi në mënyrë dinjitose. Të gjitha këto fitore, të gjitha këto trofe, të gjitha brenda një dekade të fundit pothuajse, që është historike për qytetin tonë, për garën sportive, për basketbollin, këtë sport kaq të mrekullueshëm, ju keni qenë pjesë e histori bërjes. Dhe kjo është privilegje e zakonshëm. Normalisht e konsideroj veten të privilegjuar, por kur je në periudhën që je akoma duke luajtur, nuk e shikon me atë sy, sepse gjithmonë mendon si do të jetë e ardhmja, çfarë duhet bëj që të fitoj prap. Pastaj ndoshta kur ta lej sportin dhe ta shikoj në retrospektiv, do e kuptoj dhe do me thënjën më mirë, po për momentin po jetoj në të tashmen dhe po përpiqem që çfarë duhet bëjmë më mirë si ekip, si lojtar, që këto suksese të përsëriten, sepse sporti është si një lloj droge, mund ta them, drogë pozitive, varësi, sepse gjithmonë kërkon të jesh në maj, dhe kur je në maj nuk do të ta lëshosh kollaj, sepse është ajo adrenalina, ai pasioni që ti je fitimtar, është diçka që nuk negocioni dot me vendin e dytë. Nuk është negociueshme. Nuk negocion me vendin e dytë, gjithmonë me vendin e parë. Po, dhe kjo është gara sportive, kjo është e bukur e sportit. Kjo është e bukur e sportit sepse është diçka që të mëson edhe ta transmetosh edhe në jetën e përditshme, domethënë. Si lidhet pra sentimenti i garës, i ndjesisë, garimit, konkurimit me aspektet e jetës përditshme? Po, gjëja kryesore që t'jep sporti është disiplina. Duke qenë i disiplinuar, le të themi gjëja më minimale që ti bën për ditë është të jesh në orar. Në stërvitje, po nuk qenë në orar, merr dënimin, përjashtohesh nga stërvitja, detyrohesh bësh një detyrë që thot trajneri. Duke pasur këtë për gjatë gjithë kohës tënde si lojtar, ti detyrohesh kur ke takime ti jesh në kohë, kur ke detyra për të caktuara, ti performosh në mënyrën më të mirë dhe është diçka që të transmetohet në jetën e përditshme. Për shembull edhe kur ti je i punësuar në një institucion ose në një kompani, nuk e di, përpiqesh që gjithmonë ta përmbushësh rolin tënd në maksimum, sepse e din që është detyra jote. Edhe kjo është diçka që transmetohet duke qenë pjesë e një ekipi, duke qenë pjesë e një grupi, duke pasur trajnerin mbi krye që të lënë detyra dhe mësohesh domethënë të punosh me njerëz në grup, të mëson komunikimin, të mëson të përballesh me stereotipe të ndryshme njerëzish, sepse ti në një ekip nuk ke 12 lojtarë, po lojtar me lojtar nuk mendon njësoj, janë 12 mendje të ndryshme. Dhe me 12 njerëz të ndryshëm duhet të kesh mënyra të ndryshme komunikimi, sepse prek një njeri nuk prek një tjetër. Kështu që të mëson punën në grup dhe të gjithashtu nga pikpamja personale të mëson që gjithmonë të japësh maksimumin nga vetja, nëse ti ke ambicie dhe ego që të arrish ato rezultatet tua, sepse ka dhe njerëz në përditshmëri, po edhe në sport që nuk kanë ego, janë të kënaqur me atë pozicionin e vet në klub edhe nuk duan të përmirësohen. Unë personalisht jam një person që gjithmonë përpiqem të kërkoj më shumë nga vetja, të jap më shumë, të përmirësohem edhe të evoloj si njeri, po edhe si lojtar në basketboll. Edhe kjo mendësi të shtyn përpara në jetë, sepse gjithmonë je me mentalitetin e konkurrencës dhe garës që të shtysh përpara. Kështu që mendoj se gjithë njerëzit që merren me sport, sidomos fëmijët, është mirë që të merren me sport, sepse i jep disa mësime jete që ti do përballesh me këto gjëra gjatë jetës tënde, po ti je i përgatitur sepse i ke përballuar përpara në sport.
Dhe nëse ti je stërvitur. je i stërvitur, Edhe nga aspekti sportiv, Po. edhe nga aspekti i jetës. po, sepse mendoj se sporti është si një miniaturë e jetës. Ti ke të bësh me shumë njerëz në përditshmëri, sepse sporti është që të kesh kontakt me njerëzit gjatë gjithë kohës. Do kesh njerëz që nuk të pëlqejnë në sport, do i kesh dhe në jetë, do kesh njerëz që pëlqejnë shumë në sport, do i kesh edhe në jetë. Po kjo të mëson të përballesh, domethënë, si në aspektin sportiv, po si në aspektin verbal me njerëz, dhe kjo të bën të përballesh me situata edhe në jetën pas sportit, domethënë, kur të kesh karrierën tënde, kur të kesh familjen tënde dhe gjëra të tjera. Kështu që çdo njeri që merret me sport e ka një avantazh ndaj atyre që nuk merren me sport, sepse e ka përjetuar në një farë miniaturë gjithë gëzimet dhe zhgënjimet e jetës që do t'i ketë më vonë. Fitore dhe humbjet. Fitore dhe humbjet. Dhe sporti mëson që kur arrin fitoren, okay, je shumë lart me moralin, po ditën tjetër do luftosh fort që ta ruash atë pozicion. Prap ditën tjetër do shkosh stërvitje, që t'japësh 100%. Do humbësh një ndeshje, prap ditën tjetër do të rikthehesh në stërvitje të bësh ato gjëra që ti të përmirësohesh. Domethënë, të mban në balans, nuk ke shumë ulje ngritje, sepse në fund ditës e din që ti prap duhet bësh të njëjtat gjëra që të përmirësohesh. Është fantastike. Pra një shoqëri sa më angazhuar në sport kthehet në një shoqëri më të përgjegjshme. Po në disa studime në Amerikë tregojnë që gjithë individët që janë punësuar, që janë marrë me sport më përpara, janë zakonisht më produktivët në punë, sepse për shkak të këtyre dukurive, disiplina, përgjegjshmëria, sensi i garës, konkurrencës dhe mos lënia në baltë e shokut të ekipit ose shokut të punës, edhe gjithmonë performojnë më mirë në një ambient pune. Dhe normalisht një shoqëri më e shëndetshme bën edhe një domethënë një ulje të nevojave për shëndetësi, domethënë problemeve shëndetësore, kështu që normalisht të merresh me sport edhe sikur jo në nivel gare, po në nivel personal, domethënë të shkosh për ditë, dalësh të bësh vrap ose të merresh me palestër ose bësh, është edhe një mënyrë për të nxjerrë stresin, po edhe për të mbajtur veten në formë, edhe kur vetë trupi ndihet mirë dhe je në formë, edhe mendja është më e kthjellët, merr vendime më të mira, merr vendime më të qeta. Kështu që çdo gjë që ka lidhje me sportin është pozitive. Dhe më kujtove kur the Amerikën, më ngjason edhe me disiplinën ushtarake apo servitin e marinsave amerikanë, dhe kur përmendte Kristi që nuk lihet në palë shoku, pra shikosh, pak a shumë e njëjta gjë, marinsarit amerikanë kanë moton Semper Fidelis, gjithmonë besnik ndaj njëri tjetrit. Kështu që njëjta gjë edhe ju me ekipin tuaj, dhe ju sportistët dhe ushtarakët kanë këtë disiplinë që i bën njerëzit më të përgjegjshëm. Dhe kjo është fantastike. Dhe mendoj se ka shumë të përbashkëta midis ushtrisë dhe sportit, siç e the, duke ditë që një shok skuadre jep 100% për ty në lojë, ti do ja përkthesh me të njëjtën mënyrë, domethënë jeni gjithë për një dhe një për gjithë. Është koncepti dhe mendoj se kjo është diçka shumë e bukur që të bën të kuptosh se si duhet të jenë gjërat që një shoqëri të eci përpara. Dhe siç përmende ushtrinë amerikane, unë mendoj se një tjetër fatkeqësi, domethënë, e vendit ton është heqja e shërbimit ushtarak. E dija që do dili aty dhe më pëlqen që po e prek. Sepse mendoj... Më pëlqen që po e prek. Ma elaboro të lutem. Nuk mendoj se jemi në atestat që Shqipëria do të jetë në një fazë lufte. Jo, e lëm atë, po flasë për disiplinë. Mendoj se shërbimi ushtarak është mirë të bëhet nga gjithë të rinjt, sepse krijon ato virtytet e disiplinës, e përgjegjshmërisë edhe moslënjes shokun në baltë. Sigur edhe për një periudhë vogël 3 mujore, ti merr shumë nga ajo dhe mund ta implementosh në jetën tënde dhe bësh në fund ditës një individ më i mirë për veten, por edhe për shoqërinë. Shumë bukur. Çfarë ëndre ke për basketbollin?
ëndra jote mesëtar që do të lumturonte për te çdo perceptimi? Mendoj se gjithë kur nisin karrierën është të arrin në nivelin më maksimal të konkurrencës. Normalisht në NBA nuk arritëm do të jemi pjesë ose në një ligë të fortë të Europës, por mendoj se rruga ime nuk është diçka që është për tu lënë anësh, sepse mendoj se kam dhënë një kontribut për basketbollin dursak. Do me thënë, kemi arritur gjithë këto suksese, por dëshira është gjithmonë që të arrish sjellësh trofe dhe të arrish sjellësh kampionate, dhe normalisht kur je aktiv, kjo është ai objektivi kryesor që ti mendon. Edhe vazhdoj ta mendoj që dua të fitoj, dua të arrij të sillen prapë të rikthem titullin në Durrës, por mendoj se dëshira ime më e madhe është që të arrim të inspirojmë ose të frymëzojmë të rinjt që të merren me basketboll, sepse unë jam i basketbollit. Normalisht nëse merresh me sport është akoma më mirë. Por nëse ne arrim të frymëzojmë të rinjt që të merren me sporte, mendoj se kjo është arritja më e madhe që mund të arrij unë në këtë fazë të karrierës. Domethënë të inspirosh djem dhe vajza të reja që të futen në sport, të japin 100%-in, të përpiqen të arrijnë sa më larg edhe në fund ditës të jenë të kënaqur me rezultatet e punës së tyre, domethënë. Kryzi, kjo është një aspirat, një dëshirë shumë fisnike. Realisht jam i surprizuar dhe të komplimentoj. Zakonisht është e mirë kuptueshme që të gjithë ata që garojnë ose individët kanë dëshirat aspirat tyre personale. Pra, do doja të isha në këtë skuadër, apo do doja të kisha një ndeshje me këtë. Dhe kjo që ju sapo thatë, është dëshirë fisnike. Shikoni brezat e rinj, unë për fat jam në ekipi që dua dhe besoj deri në fund karrierës me shpresë, sepse nuk i dihet se si merre ardhi, por unë me dëshirën kam që të vazhdoj dhe të jem pjesë e të utës deri në fund karrierës time. Kjo është shumë e bukur dhe për të vlerësuar. Kalojmë tani në anën tjetër të medaljes. Pra, nëse vraponi në fushën e basketbollit këtu, keni nga ana tjetër më statik në një fushë që është informatikë ekonomike, jepni lëndët e aplikacioneve mobile, etj. Informatika, software-i, tek Universiteti i New Yorkut. Si ndjesh tani në këtë aspektin tjetër akademik? Gjatë gjithë kësaj periudhe që jam marrë me sport, gjithmonë kam pasur edhe fokusin e vazhdimit të studimeve, sepse e kuptoj që sporti nuk është i përhershëm në jetë dhe normalisht duhet kesh edhe një karrierë për te i sportit, sidomos në Shqipëri. Kështu që gjithmonë kam pasur fokusin që ndjek studimet, i kam ndjekur studimet për informatikë ekonomike në nivelin bachelor në Fakultetin e Ekonomisë. Pastaj tek New Yorku master. Pastaj në master kalova ke Universiteti i New Yorkut, ku kam kryer master për shkenca kompjuterike me një fokus në inxhinieri softverike. Në përfundim të masterit më erdhi një ftesë nga dekani i fakultetit në asaj periudhe, Marin Glenn Biba, që ishte dhe profesori im udhëheqës për temën e diplomës, dhe më thash, shiko, ne jemi të interesuar të punësojmë asistent lektor në universitetin tonë, ai interesuar. Në momentin e parë kur më erdhi si ofertë, me thënë drejtë nuk e kisha menduar që do vazhdoja pjesën akademike, sepse nuk e perceptoja dot që mendova do mbaroj shkollën, do gjej një punë në profesionin tim edhe do arriti menaxhoj të dyja, jetën mes sportit dhe punës. Dhe kur më erdhi kjo ofertë, isha pak i surprizuar, e mendova pak dhe mendova se ishte një mundësi e mirë për mua dhe pranova, domethënë. Edhe në shkurt të 2022-shit fillova punë në Universitetin e New Yorkut. Fillimi ishte pak i vështirë, sepse si çdo ndryshim në jetën tënde ke nevojë për një periudhë përshtatje. Dhe gjatë kësaj periudhe kam arritur të futem në atë jetën
universitare me përgatitjen e materialeve, kurrikulave, mësimeve në lëndët që unë jepsha që janë sisteme operative, aplikime kompjuterike, hyrjen informatik dhe zhvillime aplikacionesh mobile. Dhe fillimi ishte i vështirë, pastaj kur u përshtatet tani më është bërë si second nature, si thonë amerikanë. Natyrë e dytë. Natyrë e dytë. Dhe tani jam komfort në atë universitet që jam tani prej 4 vite bëj në shkurt. Kështu që arrit të balancoj mirë të dyja, sepse edhe aty e kam fleksibilitetin, do me thënë që të kryej ato orët e mia në auditor, detyrat e mia administrative, por që të ndjek edhe pasionin tim që është basketbolli. Gjatë periudhës që kam filluar punë ke Universiteti i New Yorkut, më kanë shtyrë që edhe të ndjek studimet për doktoraturën dhe prej 2 vitesh tani jam edhe në studimet në nivel doktorant në Fakultetin e Ekonomisë në Sisteme Informacionin Ekonomi dhe besoj për një periudhë 1 ose 2 vjeçare. Dhe shkruash disertacionin. Do shkruaj disertacionin edhe do me shpresë do të marrë edhe titullin e doktoraturës që do më duhet edhe më tej për jetën time akademike. Ke arritur balancën në kuptimin kur zgjohesh në mëngjes? Zgjohesh me gëzim? Kur zgjohem mëngjes, zgjohem me gëzim sepse kam ato gjërat kryesore të jetës. Kam një punë, 2 punë le të themi. Kam familjen me shëndet mirë dhe kam mundësitë që përmirësoj jetën time me aftësitë e mia. Kështu që kaq besoj duhet i mjaftoj një njeriu, sepse secili e ndan vetë fatin e tij, domethënë, sa përpara do të ecë, sa do të kushtoj rëndësi balancës në jetë ose sa do të shty nga ana karrierës. Kështu që fatin individual e ka secili në dorë dhe duhet t'japi secili maksimumin e tij që të arrit të shkoj aty ku don, si të themi. Kështu që unë në këtë moment me rrethanat që jam i lumtur, por gjithmonë i pakënaqur në sensin e mirë të fjalës, sepse gjithmonë kërkoj më shumë nga vetja, si mund përmirëson. Ego pozitive. Po. Dhe mendoj që ego pozitive bën vetëm mirë, sepse paraqitet sikur njerëzit që janë me ego, me ambicie, paraqiten si negativ në shoqëri që gjithmonë mendojnë për veten e tyre, po s'mendoj se është diçka e keqe, sepse një person që ka ego dhe ambicie gjithmonë do të shtyjë përpara, do të lindin ide të reja, do të lindin mundësi të reja dhe krijimi i mundësive të reja përfshin dhe njerëz të tjerë dhe kjo çon përpara shoqërinë. Dhe mendoj se në Shqipëri duhet të promovohen këto lloj njerëzish që duhet kenë ego dhe ambicie pozitive, sepse vetëm gjëra të mira do lindin në shoqërinë tonë. Mendojnë që janë kaq altruist, ata vendimmarrësit për të ardhmen e komunitetit. Problemi në këto 35 vite. Problemi kryesor i Shqipërisë është pikërisht sepse njerëzit nuk janë altruistë dhe nuk mendojnë në afat gjatë. Problemi është që secili mendon vetëm në atë gardhin e vet. Dhe po që i plotësuar atë gardhin e vet, nuk e mendon që ai gardhi ku ai jeton është brenda këtij komunitetit ku ti i ke lënë pas dore. Dhe që në fakt nuk është thjesht gard, bëhet kafaz. Bëhet kafaz për pikërisht po për veten e tyre. Dhe tjetër e çuditshme është që kemi 35 vite që përmendim në çdo tavolinë, në çdo studia, po e njëjta gjë dhe akoma nuk është përthithur në ndërgjegjjen e vendimmarrësve fakti që gjithmonë se njerëzit e përgjegjshëm dhe një shoqëri e përgjegjshme me disiplinuar, me talente, sjell vetëm benefite, nuk sjell kurse si aspekte negative. Dhe më gëzon që ne kemi shembullin e shteteve si Gjermania dhe Japonia. Po. Me thënë Gjermanët mund konsiderohen populli më i disiplinuar në Europë. Absolutisht po. Dhe janë ekonomia më e madhe në Europë. Që kanë ardhur mbas luftrash, janë ringritur dhe janë këtu ku janë sot. Ishin të zëruar në 1145. Dhe e njëjta gjë vlen edhe për Japoninë, ku është një shtet që goditet nga një
tërmet dhe rikthehet brenda një muaji në vendin tonë për një rrugë që prishet. Duhet presim me muaj të tërë që të vihet aparati në lëvizje. Dhe mendoj se kjo ka të bëjë edhe me kulturën e vendeve dhe që një vend të shohë ndryshime duhet të kenë ndryshim kulture. Është ajo që të amerikanës, anglezit quajnë mindset, që është mendësi. Po. E gjitha është këtu. Çështja e perspektivës e mendësisë. Po. Urojmë që brezi juaj dhe njerëz si ti, Kristi, realisht të përgëzoj. As zgjohesh me gëzim, duket si një pyetje fare thjesht, por arsye pse unë ju bëra pyetjen është sepse është indikacioni sa i lumtur dhe sa vetja është individi në ditët e sotme, dhe fatkeqësisht shumica e shqiptarëve nuk zgjohen me gëzim sepse bën punë jo shumë të paguara ose janë detyruar të bëjnë punë për cilët nuk kanë pasion për to. Dhe nga një anë nuk i vej faj sepse zero, absolutisht. Në Shqipëri mundësit janë të limituara. Dhe një person që të ecë përpara duhet bëj kompromise me dinjitetin e vet, me respektin për vete, vetëm që mbijetoj. Patjetër. Nuk është diçka e mirë për ta pasur dhe normalisht unë jam pak i privilegjuar në këtë anë sepse kam pasur dhe mbështetjen nga familja që të kemë mendimin tim, të besojnë ato parime që unë jam rritur dhe mos të bëj kompromise me karakterin tim ose me dignitetin tim, me vlerat e mia. Por jo të gjithë i kanë mundësitë e barabarta dhe normalisht vim në këtë situatë ku jemi sot. Po, unë si individ besoj shumë ke mundësitë e barabarta, dhe me thënë, çdo person ka nevojë për një mundësi. Pastaj me atë mundësi e din vetë ai se si menaxhon. Do të thënë besoj ke mundësitë, besoj dhe ke liria e individit për të shfrytzuar këtë mundësi. Sepse nëse ti t'jepet mundësia, ti pastaj nuk mund ta ankohesh që jo nuk më arrita ta bëj sepse ky dera u hap, unë nuk hyra. Nëse ti ke mundësinë, pastaj janë vendimet e tua që përcaktojnë të ardhmen tënde. Urojmë që për brezin e ri sidomos të ketë sa më shumë mundësi dhe barazi edhe qasje të barabartë përpara këtyre. Ajo është kryesorja, mendoj, mundësi të barabarta dhe pastaj gara dhe konkurenca çon përpara një shoqëri. Këtë ka bërë Amerika, këtë kanë bërë dhe gjithë vendet e zhvilluara dhe nuk është se ne po shpikim rrotën. Thjesht duhet që të jepen mundësi të barabarta, sepse gjithmonë inovacioni dhe ego pozitive individëve që duan të ecin përpara do të çojë një shoqëri përpara. Faleminderit për gjitha mesazhet që dhe Kristi dhe realisht të përgëzoj për arritjet, si në basketboll ashtu dhe në akademi. Faleminderit. Unë do të thënë, okay, janë arritje, por nuk konsideroj sigur kam bërë diçka të jashtëzakonshme, thjesht kam qenë i disiplinuar të ndjek ato rutinën e jetës time të përditshme dhe të jap maksimumin dhe rezultatet vijnë me kalimin e kohës. Por gjithmonë jam me këmbë në tokë, sepse di që në një moment mund të merren të gjitha. Sekreti i çdo gjë është dhe duhet të jesh gjithmonë me këmbë në tokë dhe të jesh objektiv me rrethanat e jetës tënde dhe të përpiqesh të bësh më të mirën që të ecësh përpara. Si vim tek thënia e javës dhe është traditë tashmë e flasim hapur, të zgjidhni një nga thëniet e njerëzve të mençur ose të popujve dhe një koment të shkurtër të lutem mbi thënien që do rastis. Ja, po marr një nga fundi. Është më mirë të jesh një luan për një ditë sesa një dele gjatë gjithë jetës. Elizabeth Kenny. Është diçka që unë e mendoj, sepse është më mirë të jesh vetvetja dhe të shprehësh ato që ti mendon, sesa të jesh gjithkohon i varur nga njerëz të tjerë që gjithmonë do të shfrytëzojnë dhe në fund nuk do arrish atë që don, edhe do jesh po në vend. Kështu që është më mirë të jesh vetvetja, të shprehësh ato që ti ke brenda dhe të jetosh me rezultatet, sepse ndoshta mund të jenë më pozitive se sa të presësh gjithmonë nga tjerë gjatë gjithë jetës tënde.
të jesh vetja, të jesh e vërtetat, se fundja kjo është e vërteta. Po. Veritas. Kristi Gorea, faleminderit që ishim flasim hapur në Durrës Lajm dhe miru ta kopshim me trofetë të reja dhe arritje të reja. Faleminderit dhe shpresojmë dhe patjetër nëse arrim të fitojmë trofe së shpejti në të ardhmen, kënaqësia është e imja që Po, dhe ti sjellën në studion mi presim edhe gjithë ekipi madje. Patjetër. Patjetër, faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit që na doqët, miru ta kopshim në episodin e radhës.